Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një video të re në kanalin ton Solea Family. Unë jam Armela dhe sa po kam ardhur në shtëpi edhe tek dera ishte postieri me disa pako dhe shikoj që ishte edhe emri im. Kam porositur disa gjëra nga Shein. Në fakt kjo video do jetë plot me dhurata. Do ta vendosim titullin dhurata dhe vetëm dhurata, ashtu siç i takon dhjetorit. Tu kam porositur disa gjëra nga Shein, u bë disa kohë në fakt, se Shein i vonon pak porosit, edhe temu, edhe tani do ta hapim dhe do ta shikojmë bashkë. Paku, unë thjesht e kam hapur, por gjërat brenda akoma nuk e kam parë si çfarë janë. Këtu kemi një kostum për mua. I kam porositur, por nuk e di a do t'i provoj, më pëlqejnë as më pëlqejnë. Këto janë tutat. Edhe bluzja. Është kështu. Që nga pak e hapur kjo këtu në fakt, por në foto nuk duke, por mbase shkojnë tuta deri këtu lart, edhe nuk duket, gjithsesi duhet ta provojmë dhe është kështu golf. Tu kemi një kostum, më duket për esitin. Dhe ta shikojmë. Shikoj masën njëherë se, po, masa më, po, këto janë për NCT, një kostum kështu me motive feste. Por që materiali është i hollë, gjithsesi i përgjum, mjafton, është okej, ja dhe ky kostum. Pastaj kam porositur dy kostume, një për mua dhe një për Solea, një lloj. I hapim të shikojmë. Se ti do i pëlqej Solea sepse Solea bën shumë naze në rrobe, edhe kur si pëlqen ajo se vesh edhe duhet ta kthesh pastaj. Mund të jetë shumë gjë e bukur, por që po se pëlqeu ajo. Tutat që janë pak të mëdha këto, masa me, po. Janë pak mëdha, por gjithsesi rrobat e gjumit kështu duhet jenë të lirshme, s'ka problem me këto, me arusha, dhe ky që nga më i mirë se i materiali i kostumit e sidit në fakt. Shumë e bukur. Shikojmë edhe kostumin e Soleas. Solea është në kopësht tani, edhe Ensidi sot e ka pushim, edhe shkoj Ensidi për ta marrë nga kopshti. Unë se erdha nga puna dhe erdha direkt në shtëpi, se duhet të bëj edhe ndonjë punë këtu te shtëpia, të pastroj, dhe për këtë arsye i thash Ensidit, lutem shko ti, edhe unë të bëj ndonjë punë te shtëpia sa të vi Solea me Ensidin. Edhe kostumi Soleas shumë e bukur, do vishin të dyja meqi. Me këtë bluzën kështu. Shpresoj ta pëlqej Solea, sepse siç thash, nëse nuk e pëlqen pastaj shumë e vështirë. Këtu është, nuk e di, këtu janë, kjo është thjesht një bluzë kështu e zezë. Këtë donte Ensidi për punë. Ta shikoj, e pëlqen nëse pëlqen, pastaj e kthejmë. Këtu janë, nuk e di çfarë është kjo. Këtu janë një pal streqe për mua, po unë duket kanë shumë ndryshe kjo ngjyra. Shumë ndryshe kështu live edhe në foto, gjithsesi duhet i provojmë. Këto janë dy covera për telefonin tim, janë shumë të bukura. Nizi po pres t'i provoj, nuk t'ja tregoj. Kjo është e njëjta bluze si ajo e parë që thash për Ensidin.
Kjo është... Aha, këtu janë këto getat e famshme. Këto që kur I vesh kështu duket si ngjyra e lëkurës. S'kisha asnjë palë nga këto. Këto vjen si streç, në fakt nuk e di. Edhe do t'i provojmë, edhe do t'i shikojmë si na rrin. Që nga me kemp në fund. Se dija. Kam parë shumë goca, po nuk e dija, hera e parë. S'ka me asnjë gjë. Kishte edhe porosia që kisha bërë nga shenjë. Më duhet të porosisë edhe shumë gjëra të tjera në fakt, po mendoja t'i blija edhe Solejas disa gjëra të tjera dhe të bëni prapë një shenjë haul me Solejan. Edhe më duhen edhe shumë gjëra për shtëpinë, edhe po mendoj disa gjëra të vogla, kështu mund t'i marrë edhe nga Temu ose nga Amazon. Do kemi prap blerje të tjera. Tani, unë t'i provoj këto, mund t'i provoj edhe mund t'ju tregoj se si duke. Unë e vesha këtë kostumin për t'ju treguar juve. Edhe fatkeqësisht më ra mbajtja e telefonit. Edhe mu thye. Edhe kam tani telefonin në dorë. Më duhet blej prap një mbajtse të tillë edhe nuk qëndron më telefonit tek ajo që unë të filmoj edhe të dalin video të bukura, po gjithsesi do blejmë një tjetër. Duket edhe ky kostumi I lezetshëm që nga kjo pjesa këtu në fakt është goxha e hapur deri këtu lart, por që po të ngresh tuta deri këtu është duket kështu. Mirë, mbase do ta mbaj këtë, nuk e di. Për këtë po thoja që është thyer kjo mbajtësia e telefonit, ja tek është edhe nuk vendose dot më, sepse kjo është thyer, nuk është se mund ta vendosësh këtu. Kështu që nuk qëndron me telefoni këtu. Kjo s'bën më tani bie. Fatkeqësisht duhet blejmë një tjetër. Hello! Halo, përshëndetje! Sot kemi një bishket për mua! Sot neve na ka ardhur babagjyshi te shtëpia. Babagjyshi Daja. Po. Dhe na ka sjell një dhuratë. Çfarë dhurate kemi ne për të hapur? Të pi një bishket. Një biçiklet pink. E kemi këtu, prit, ta tregojmë pak? Ja, te është. Edhe biçikleta tani. Unë do ta hap, por nuk e di nëse mund ta montoj dot apo jo. Se babin e kemi te puna, edhe do ta shikojmë, e montojmë dot apo jo. Soleja donte nga babagjyshi një dhuratë, edhe donte një biçiklet. Pa të pi. Mirë, po Daja u tregua më I shkathët, ja kaloi babagjyshin, edhe na e solli Daja. Jo, babagjyshi Daja. Babagjyshi Daja, po. I dërgova mami atë letrën, edhe Daja ja dërgoi babagjyshit, edhe ata kanë bashkëpunuar së bashku, edhe erdhi kjo sot. Erdhi që sot kjo, okay? Por unë sa Daja jepi rata qera, edhe pastaj babagjyshi erdhi fitëroi. Erdhi fluturoi dhe e solli. Daja marr lotrat edhe sto beba qera marr këto qera. Pastaj erdhi rata edhe babagjyshi I klakna qera. Po, kështu është pak e komplikuar, po kjo është ideja. Tani ta hapim? Ta shkojmë. Ta faqim, do ta marrim gësherin. O juve unë të rrimin. Mami po marrë gësherin të hapim. Ja te kemi me gësher. Tani ta hapim se Leone. Ta shkojmë. Wow. Po kjo ka shumë gjëra me mamë. Ku I montoj dot mami?
Ta mundëri. Duhet ta bëj babi, nuk e bëj dot. Jo. Është shumë e vështirë, nuk e bëj dot. Është shumë, ka shumë gjëra. Ta bëj babi o jetë. Mami, ndi Ja si duket biçikleta. Se këtu? Po kjo është me letra, me që është kjo? Të shikojmë një herë që është. Dale? Kjo lot. Kjo do ketë. Hello, you welcome to the baby store. And the geek store. Und du da magst Okay. Und da mal eine Strichbücher. Die kann man mit der Waage. Dann haben wir schon Strich. Das ist ein Lied da haben. Wow, që nga e bukur kjo. Një arush. Wow, një Barbie. Shumë e bukur jeta, ta gëzosh, mami. Wow. Që me vërtej bukur kjo. S'kisha fajti që e doje. Qin! Mori dhe mami kësa radhe me banane edhe me lule shtrydhe, ndërsa Solea si gjithmonë me lule shtrydhe. Ha mami? Leka? Do ta provosh, kjo është me banane dhe me lule shtrydhe. Shumë e mirë. Ky dhjetor është shumë i bukur, po kënaqemi, po problemi është tek ushqimi, se kemi ngrënë ushqim pafund, tani ka shumë gjëra vërdall kudo, edhe keq puna me ushqimin. Nuk e di si jeni ju, si ja bëni tani në dhjetor, po shumë vështirë të mos hash. Kjo këtu është shumë e mirë për flokët e ngatruar, edhe ja kam marrë Solea se kam provuar, më pëlqen shumë. Edhe ky spray gjithashtu e kam përdorur edhe vetë këtë spray për një krehje më të lehtë të flokëve tek DM këtu. Gjeni këto. Këtë shampon jo, se i përdor shampo tjetër, po këto të dyja ja kam përdorur dhe janë shumë të mirë. Kjo video në fakt nuk është shumë mirë strukturuar. Gjithsesi, unë kisha dëshirë t'ju tregoja disa gjëra që mora tek DM. Po
Po filloj me këtë parfumin, është një parfum nga ata të lirët, nuk e di, diku ke 8 euro, diçka e tillë, edhe thjesht e mora, sepse më mërziten shumë shpejt parfumet, edhe tek puna, për shembull, ose në përditshmëri, ta kem kështu ekstra shtesë, atje e mora, më pëlqeu e mora. Ky është një krem duarsh dhe ky voçkël kështu nga këta që mban me vete 30 ml, që mban me vete tek çanta. Kjo është një nga këto shishet multivitamin për imunitetin, mora një shishe. Kjo është një mask me aloe vera dhe vitamin E. Vajulliri thot kjo, nuk e di, duhet ta provojmë. Pastaj mora edhe këtë maskën, këtë me kjo Glass Skin, që mbahet disa orë, 60 minuta thot kjo, në fakt e kam përdorur këtë, kam bler edhe një herë tjetër, e kam mbajtur 60 minuta dhe kjo nuk bëhet Glass Skin, por duhet më shumë se 1 orë, besoj se 3-4 orë, edhe kur të kem kohë do ta vendos këtë. E provova, nuk më duk në gjë kush e di, po dua ta provoj edhe një herë që ta mbaj deri në fund dhe të shikoj rezultatin e saj. Edhe kjo TDM. Kjo është kështu si krip për këmbët, e fut në një legen aty edhe nuk e kam provuar, e pash atje dhe do ta provoj edhe këtë qetësuese për këmbët. Kjo është një shampo për Solean. Soleas nuk i përdor këtë shampon, por këtë e marr aty për lar duar, për lar këmbët, për kryse veshësh për Solean gjithashtu. Edhe kjo është një shampo trupi nga kjo Palmolive. E pash që ishte limited edition dhe e mora, kishte një aromë shumë të mirë, ta provoj edhe këtë. Kam marrë edhe këtë blushin nga kjo Trend It Up dhe kjo një firmë EDM, edhe e mora ta provoj sepse atë të fundit që mora nga 0.75 kjo, atë të fundit që mora nga Essence nuk më pëlqeu fare, nuk ka pigment fare, as këtë nuk e di se si do jetë, po mu duk ngjyra që përdor unë zakonisht edhe e mora nga kjo, doja të merrja nga firma tjera, por nuk gjeta, edhe mora këtë. Edhe një gjë të fundit, por më rëndësishme nga të gjitha blerjet që kam bërë, është ky kremi nga kjo firma Eucerin, krem për rrathët e zinj poshtë syve, kush ka të njëjtin problem si unë, ma këshilluan shumë këtë dhe e pash edhe në Google, kishte review shumë të mira, edhe hyra në farmaci, në fakt siç isha tek DM dhe po kërkoja për krem të tillë, edhe pash që nuk kishte nga ato firmat e lira dhe thash do të marr diçka të mirë, edhe shkoj tek farmacia, edhe rastësisht aty ishte edhe një zonjë e cila kishte i përkiste kësaj firmës dhe kishte ngritur një stend aty dhe sot ishte 20% ulje për të gjitha produktet e kësaj firmës, edhe unë në fakt po shkoja tek La Roche-Posay, i gjeta atë kremin, ishte i fundit edhe ishte vetëm 10 ml, më duket dhe bënte diku ke 30 e ca euro, nuk e di. Edhe afrohej gruaja dhe tha, për çfarë kishe nevojë, tha, doja ndonjë gjë, edhe i thash unë, jo, i thash thjesht dua të shikoj. Më pas i them edhe asaj, duke qenë se kjo është një firmë e mirë, e kam dëgjuar, këtë është një firmë gjermane, i them edhe asaj që më duhet një krem për rrathët e zinj poshtë syve dhe ajo më jep këtë, dhe në fakt ky ishte i duhuri për atë gjë, ndërsa ai tjetri që ishte nga La Roche-Posay ishte më shumë për retinal dhe jo eksaktësisht për pigmentin, për ngjyrën, për rrathët e zinj poshtë syve, edhe jam shumë e lumtur që mora këtë, ishte me 20% ulje, mora diku ke 24 euro, mos gaboj, edhe mezi po pres ta provoj, edhe të shikoj edhe rezultatet, se thashtë review-t i kishte shumë të mira, edhe thoshte që rezultatet duken me njëherë pas javës së parë diçka e tillë. Gjithsesi rrathët e zinj krijohen edhe nga lodhja, nga pagjumësia, ndonjëherë është absolutisht edhe gjenetike. Unë nuk e kam patur kështu, por siç thash ndikojnë edhe faktorë të tjerë, edhe thash pse jo të marr një produkt mirë edhe ta provoj. Prandaj mezi po pres ta provoj këtë. Do ju them edhe juve.
Ne tani sa po erdhëm në shtëpi, unë në fakt nuk filmova asnjë gjë. Ne të dyja kaluam një mbasdite super të bukur, sot apo jo, mami? U kënaqëm, por unë bëra shumë story në Instagram, edhe kush më ndjek tek Solea Family, mund t'i shikoj edhe storyt live, kur unë i hedh, edhe kishim një mbasdite shumë të bukur, ishim te tregu i Krishtlindjeve. Por harroni votë për subscribe. Jeta ime. Mos harroni të bëni subscribe, që të kemi video shumë të bukura në vazhdim. Gjithsesi unë dua të them që jam shumë e lumtur e falenderuese të gjithëve kush na ka bërë subscribe edhe na ndjek. Gjithsesi numri i ndjekësve është shumë herë më i lartë se sa ata persona që bëjmë subscribe. Kush po shikon këtë video tani dhe nuk e ka shtypur ende butonin subscribe, mund ta bëj tani. Unë dhe Solea ju falenderoj me zemër. Po. Po, tani neve duam t'ju tregojmë disa blerje që bëm sot. Ishim tek Müller, ishim edhe tek DM. Bleva unë më shumë disa gjëra për veten time. Edhe për veten time. Edhe Solean. Tani isha edhe tek HM-ja. Edhe doja t'i bleja Soleas në fakt një xhup të mirë atje, po kam shumë kohë që po kërkoj atje dhe ende nuk kam gjetur. Janë nga ato xhupat të hollë, të shkurtër, kështu që s'më pëlqenin dhe doja t'i merra një diçka të mirë tani për dimër, por ende s'kam gjetur. Edhe kush ka ndonjë sugjerim mund të më shkruaj se ku ka xhupa të mirë, për shembull për fëmijë, ku i blini ju. C&A kam qenë edhe atje, nuk kam gjetur, nuk më kam pëlqyer. Gjithsesi, kush mund të më ndihmoj, mund të shkruaj poshtë në koment, do të isha shumë falenderuese. Tani vazhdoj me blerjet. Bler dy gjëra të vogla për Solean. Vërtetë. Kam bler një kostum të tillë gjumi me këto motivet festive. Edhe Prit. Edhe duke qenë se atje kishte shumë ulje, por shumica e gjërave kishte përfunduar, nuk kishte ndonjë gjë kush e di, edhe gjëra kështu. Edhe ky ishte nga 10 euro, ishte 6 euro ky kostumi, më pëlqeu, ja mora Soleas. Edhe unë kam një rainbow kostum me superstar këtu. Edhe është bardh. Kjo nuk është kostum, mami, ishte vetëm bluzë, nuk ishte tuta. Edhe kjo ishte edhe kjo me super ulje, nga 5 euro 2.59. Edhe Okej. neve kemi. Tani filloj me blerjet që bëra tek DM-i. Prit mami. Ky është një set për në tualet. Edhe më pëlqeu se duke shumë i bukur. Edhe kjo është për të mbajtur sapunin lëng këtu brenda. Edhe këtu mund të vendosim fuçat e dhëmbëve, duket shumë i mirë, sikur është një material porcelan kështu, por është thjesht kallçuk, vetëm se është pak i fortë, kështu cilësi e mirë. Edhe më pëlqeu, nuk e marr mend se ishte 6 euro, 7 euro. Edhe neve kemi të çulerat, flokun. Te mora tek Müller. Po. Edhe bëm flokun me kaçurela. Po, është për bërë flokun me kaçurela. Edhe kishte edhe disa firma të tjera. Nuk e di se nga mu tek mua, që po shkoj 30 vjeçe dhe nuk kam bler asnjëherë një gjë të tillë, përveç se tharses, nuk kam asnjë mjet tjetër nga këto për të stiluar flokët në shtëpi. Duke qenë se flokët e mia është shumë të drejta dhe nuk ka nevojë fare për stilim, edhe unë gjatë gjithë kohës nuk i kam stiluar pothuajse asnjëherë flokët. Thjesht i tha i kre, jo. Thjesht i tha i kre edhe gati. Nuk e di se nga ma tha mendja, e mora edhe kjo firma thoshte që ishte shumë e mirë. Dhe materiali i kësaj ishte shumë i mirë që mos të digjej floku. Më thënë pas atyre sugjerimeve që pash unë, ishte kjo shumë e mirë edhe mora këtë tani, ta shohim të provojmë. Më pas,
tek dhe e mora këtë bojën për shtypur kjo te çanta, mora këtë bojën vetëm për rrenjën, duke qenë se më kanë dalë sa thinje dhe unë mund të kanë lyer flokun 3 ose 4 herë maksimumi deri tani. Edhe nuk dua ta lyj komplet flokun. Kjo është vetëm për majën, për rrenjën e kokës. Nuk e kam provuar asnjëherë, do ta provoj hera e parë. Do e provoj dhe do ju them. Soleja, çka ke për treguar tjetër? Morëm tek Hemea, i zgjodhi Soleja dhe dy gjëra. Morëm Hemea, kështu të bushkuqe me kështu lollipop edhe kështu gjëra, kështu chill. Edhe ka edhe një bushkuq këtu. Po. Dhe është me kështu qie me çokoladë dhe me vanilë. Edhe këtu kam kështu. Tregoj pak. Dhe unë kam kështu Manikyra. Edhe Manikyra të vegjël për t'i bërë thonjtë shumë bukur me shumë ngjyra. Pa janë të bukura, janë me glica shkon. Po. Glica. Edhe këto mori Soleja atje. Edhe një mask. Jo jeta. Kjo është një gur masazhi për fytyrën. Tregoje ti tani? Kjo është një gur masazhi për fytyrën. Po, për mamin. Kjo është për mamin. E mora këtë hera e parë, kot për ta provuar ky guri guasha, nuk e di si thuhet. E kam parë shumë këtë nëpër video, ta shikoj ta provoj se kam iden, domethënë po se kam iden, domethënë po kot ta provoj. Aha, vazhdo. Edhe neve kemi kështu një krem. Tani, duke qenë se mua po më mbarojnë larësit e fytyrës, edhe në bashkëpunim me Çatin, biseduam edhe më ndihmoi që unë të bleja, të bleja 2 larës të rinj. Unë tregova çfarë kishte atje dhe ai më sugjeroi këto dyja të transparent lab. Edhe njëri është në trajt vajore dhe tjetri në trajt kremoze. Siç e dini, përdorim atë vajoren, pastaj atë tjetrin, duke qenë se fytyra ime është mikse, sipas sugjerimeve dhe bisedat që bëra me Çatin. Këto ishin po qesh me mua. Se po qesh? Këto ishin perfekte për mua, duke qenë se dhe unë kam dehidratantin e këtij. Ti provojmë dhe të shikojmë një herë këto tjerat, këto produktet e reja nga Transparent Lab. Po. Edhe mora edhe një shampo për flokun, duke qenë se unë këtë kam përdorur një herë, kjo është e dyta, edhe më ka pëlqyer. Kjo është për flok të dëmtuar, për pastrimin e skalpit, ishte shumë e mirë, mua më pëlqeu, profesionale, është një mask, kjo nuk shplahet, vendoset pasi e lar, e vendos, e kre flokun vetëm në pjesën poshtë, për dhe kjo për flokun e dëmtuar. Edhe do t'i provoj, do ju them edhe ju, mezi po pres t'i provoj këto edhe larësit që mora, të 2 larësit që mora. Edhe këtë, jam shumë sigurt që nuk do ta përdor shpesh, do ta përdor një herë dhe pastaj jo më, por që kot e mora për fiksim. Mora edhe këtë për mbrojtjen e flokut nga nxehtësia, përdor këtë. Edhe këto ishin produktet që kam bler. Në fakt ky vlog është vetëm haul, unë tregoj vetëm se çka kam bler. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, nuk kam edituar asgjë dhe nuk e di tamam se çfarë kam filmuar, ka palu. Si shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni një like, koment, edhe mos harroni të bëni subscribe. Ne do të shihemi së bashku në vlogun e radhës. Ju përqafojmë dhe ju dërgojmë shumë dashuri.